Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa zhvilloi sonde takime në Prishtinë, pra edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit, Kurti tha atij se Kosova është evropiane në vlera, në histori dhe në kulturë dhe se janë plotësisht të përkushtuar për të bërë vend antar të Bashkimit Evropian. Tutje njoftohet se ai kërkoi nga presidenti Costa rol aktiv për dërgimin e pyetësorit dhe dhënien e statusit në vendin kandidat. Kryeministri theksoi se Kosova ka bërë progres në plotësimin e reformave siç dëshmohet në raportet e progresit të Bashkimit Evropian për Kosovën, pra kështu thuhet në njoftimin që është lëshuar nga ana e zyrës së kryeministrit, teksa gjatë diskutimit thuhet se është biseduar edhe për sigurinë rajonale, ndërkohë që Kurti i ka kërkuar Kostas që Bashkimi Evropian të tërheqë, të largojë masat e vendosura ndaj Kosovës tash e 2 vite.